Pas një përplasjeje të fortë gjatë spektaklit të mbrëmshëm, Loredana dhe Jozi patën një bisedë të gjatë në dhomën e gjumit, ku prezent ishte edhe Laerti. Konflikti mes dyshes nisi kur Loredana shprehu zhgënjimin për mungesën e vëmendjes dhe për kujdesjes nga ana e Jozit, duke theksuar se ai e trajtonte si gocë të xhaxhait, në përpjekje për të sqaruar keqkuptimet. Biseda mori një kthes të pazakontë kur Loredana, në mënyrë ironike, deklaroi: "Unë nuk jam gocë fshati, më falni, kjo nxiti një." Reagim nga Jozi, i cili, me ton shpesh ironik e shpërthyes, ju përgjigj: "Unë vi nga një fshat i madh, por jetoj në Tiranë. Kam 10 vite që jetoj jashtë. Ti do të vish nuse në fshat, moj shpirt. Tani, nuse fshati do të jesh si të them unë." Loredana e shokuar: "Çfarë?" Biseda vijoi me tone gjysmë serioze, gjysmë humoristike, ku Jozi i përshkroi jetën si nuse në fshat me një listë detyrash: "Ti do të zgjohesh në mëngjes, të lidhësh qenin. A nuk mund të bësh këtë gjë? Të zgjohesh, të bësh kafe, për vjehrin, për vjehrën, për burrin." Laerti nuk hezitoi të ndërhynte duke shtuar: "Edhe për kushërinë." Jozi vazhdoi: "Dhe ndoshta qëllon që vjen ndonjë xhaxha, ndonjë i fisit, edhe ti të jesh gati me të gjitha gjërat. Si nuse e bukur, të kesh buzëqeshje, të kesh mbledhur vezët. Këto gjana. O shpirt, pse si e mendon ti? Pastaj kur të vim në Tiranë, aty nuk ka gjëra të tjera." Biseda, edhe pse e tensionuar, u shoqërua me batuta dhe ndërhyrje që duket se e zbutën situatën. Mbetet për t'u parë në ditët në vijim nëse kjo bisedë do të çojë drejt pajtimit mes tyre apo do të thelloj akoma më shumë përplasjen.